Ndërkohë, jo më pra se ndajmi bashkë, do doja pse jo një koment sa i përket rrugtimit që ka bërë edhe ekipi jonë, pa diskutim një rrugtim që kanë dhënë më të mirën, por që u ndal. Po realisht më erdhi keq, por gjëja mi që të paktën njëra prej dy zemrave siç po flitet pra se po komentohet në rrjetet sociale është ende në lojë. Gjithsesi ishin mundësit sepse edhe pse nuk e shikova ndeshjen në tjetër kohë, pashmë pastaj të nesërmën mundësit të reale, mundësit të cilat kanë mundur të shfrytëzohen nga kuqezinjët, dy raste të jashtëzakonshme dhe sot do të ishim së bashku duke pritur ose duke u emocionuar nga të dyja ekipet për një kualifikim të mundshëm në kampionatin botror. Kështu që më vije keq për shkak se definitivisht është një rezultat i cili nuk është pritur për shkak se si performoi ekipi i Shqipërisë, por mos futem në detaje, mendoj që ka pasur